Kuptimi i ëndrave, shpjegimi i ëndrave më të shpeshta. Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do të flasim për një temë shumë interesante dhe të mistershme, ëndrat. Të gjithë ne kemi ëndërruar ndonjëherë diçka që na ka lënë përshtypje, por a e dini se ëndrat kanë kuptime të thella? Sot do të zbulojmë kuptimet e disa nga ëndrave dhe çfarë mund të tregojnë ato për ndjenjat dhe jetën tonë. Çfarë janë ëndrat? Ëndrat janë imazhe, tinguj dhe ndjenja që përjetojmë gjatë gjumit. Ato janë një mënyrë për trurin ton të përpunoj përvojat, emocionet dhe shqetësimet që kemi gjatë ditës. Në shumë kultura, ëndrat konsiderohen si mesazhe nga pavetëdia ose nga bota shpirtërore. Ëndrat më të shpeshta dhe kuptimet e tyre, le t'i shpjegojmë ato. 1. Të shohësh në ëndër që po bie. Çfarë do të thotë? Kjo ëndër zakonisht tregon ndjenjen e mungesës së kontrollit në jetën tënde, pasiguri ose frikë nga dështimi në diçka të rëndësishme. Shembull, mund të kalosh periudha stresi ose pasigurie në punë, marrëdhënie apo vendime. 2. Të shohësh në ëndër jo e ngujuar ose jo e paralizuar. Çfarë do të thotë? Tregon që ndihesh jo e bllokuar ose pa mundësi për të ecur përpara në një situatë. Mund të jetë edhe ankth ose ndjenje të qenurit jo e kapur. Shembull, ndoshta ke frikë të marrësh një vendim ose ndihesh se nuk mund të shprehësh atë që do. 3. Të shohësh në ëndër që po humb dhëmbë. Çfarë do të thotë? Është një nga ëndrat më të zakonshme dhe lidhet me pasiguri, frikë nga plakja, humbje fushje ose ndjenjë dobësie. Shembull, mund të shqetësohesh për pamjen, shëndetin ose vetbesimin tënd. 4. Të shohësh në ëndër që po fluturon. Çfarë do të thotë? Kjo ëndër simbolizon lirinë, dëshirën për të shpëtuar nga problemet ose ndjenjën e kontrollit mbi jetën tënde. Shembull, mund të jetë shenjë që ndihesh jo e fushizuar ose dëshiron të çlirosh veten nga diçka që të mban peng. 5. Të shohësh në ëndër që po të ndjekin. Çfarë do të thotë? Tregon që po shmang ndonjë problem ose konflikt në jetën reale. Mund të jetë shenjë frike ose ankthi. Shembull, ndoshta po ikën nga një përgjegjësi apo ndjenjë e vështirë. 6. Të shohësh në ëndër provime ose teste. Çfarë do të thotë? Reflekton ankth për performancën ose frikë nga gjykimi dhe vlerësimi, qoftë në punë, shkollë apo jetë personale. Shembull, mund të ndihesh në presion për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve apo të vetes. 7. Të shohësh në ëndër ujit, det, lumeni, shi. Çfarë do të thotë? Uji simbolizon emocionet dhe pavetëdijen. Ëndra me ujë mund të reflektojë gjendjen emocionale në të cilën ndodhesh. Shembull, uji i qetë mund të tregojë paqe, ndërsa uji i trazuar mund të tregojë konflikte të brendshme ose stres. 8. Të shohësh në ëndër lakurish në publik. Çfarë do të thotë? Simbolizon ndjenjen e pambrojtjes, turpërimit ose frikën nga gjykimi i të tjerëve. Shembull, mund të jesh jo e shqetësuar për mënyrën se si të shohin apo të gjykojnë në mjedisin social apo profesional. 9. Të shohësh në ëndër vdekje ose funerale. Çfarë do të thotë? Zakonisht nuk është parashikimi drejt për drejt, por simbolizon fundin e një faze dhe fillimin e një tjetër në jetën tënde. Shembull, mund të tregojë se diçka po mbaron për të hapur rrugë për diçka të re. 10. Të shohësh në ëndër që vonohesh ose humb rrugën. Çfarë do të thotë? Reflekton ankthin për mosplotësimin e pritshmërive, frikën për të humbur mundësi ose ndjenjen e humbjes në jetë. Shembull, mund të ndihesh se nuk po ecën si duhet ose se je mbrapa në ndonjë projekt apo qëllim. 11. Ëndra me kafshë. Kafshët simbolizojnë instinktet dhe emocionet tona të thella. Pësher. Qeni, besnikëri, mbrojtje, lidhje të forta me të tjerët. Nëse qeni është agresiv, mund të tregojë ndjenja të papërpunuara ose konflikt. Maca, pavarësi, intuit, mister. Ndoshta po kërkon të shprehesh anën tënde të lirë dhe të fshehtë. Gjarpëri, mund të simbolizojë rrezik, transformim apo një mesazh të rëndësishëm që duhet të kuptosh. 12. Ëndra me njerëz të vdekur. Shpesh këto ëndra lidhen me mbyllje të pasgjidhura ose mesazhe të pavetëdijes. Mund të tregojnë se ke nevojë për të lënë pas diçka nga e kaluara ose të pranosh një ndryshim. Në disa kultura, ëndrat me të vdekur janë edhe komunikim me botën tjetër. 13. Ëndra me flak apo zjarr. Zjarrin e shohim si simbol transformimi dhe pastrimi. Zjarri mund të tregojë ndjenja të forta si zemërimi, pasioni ose dëshira për ndryshim. Nëse zjarri shkatëron diçka në ëndër, mund të jetë shenjë që duhet të lësh diçka prapa për të ecur përpara. 14. Ëndra me humbje ose gjetje të sendeve. Humbja e sendeve në ëndër mund të tregojë ndjenja të humbjes së diçkaje të rëndësishme në jetën reale, si një lidhje, mundësi apo vetbesim. Gjetja e sendeve mund të simbolizojë zbulimin e një pjesë të vetes ose kthimin e kontrollit në një situatë. 15. Ëndra me udhëtime të ndryshme. Udhëtimi në ëndër përfaqëson rrugën që po ndjek në jetë.
Një udhëtim i qetë tregon harmoni dhe progres, ndërsa një udhëtim me pengesa tregon sfida dhe vështirësi që po kalon. Një vend i panjohur tregon hapje për eksperienca të reja. 16. Ëndra me një person që nuk e njeh. Personat të panjohur në ëndra janë shpesh pjesë të pavetëdijes që përfaqësojnë aspekte të vetes që nuk i ke zbuluar akoma. Mund të jenë edhe mesazhe për situata ose ndjenja që po përjeton. 17. Ëndra me fëmijë. Fëmijët simbolizojnë pafajësi, fillime të reja dhe potencial të pastër. Këto ëndra mund të tregojnë se po fillon një fazë të re në jetën tënde, ose se po kujdesesh për një ide, projekt apo ndjenjë që sapo ka lindur. 18. Ëndra me shtëpi apo ndërtesa. Shtëpia është simboli vetes, i mendimeve dhe ndjenjave. Dhomat e ndryshme përfaqësojnë aspekte të ndryshme të personalitetit ose faza të jetës. Një shtëpi e ndotur ose e rënuar mund të tregojë stres ose ndjenja të paqarta. 19. Ëndra me humbje të kontrollit, PSH, makina që del nga rruga. Këto ëndra tregojnë ankth ose frikë për situata që ndihen jashtë kontrollit. Mund të tregojnë që po ndihesh jo e pasigurt ose jo e pafuqishëm për të ndryshuar diçka në jetën tënde. 20. Ëndra me diell apo natë. Dita dhe dielli simbolizojnë njohuri, energji dhe qartësi. Nata simbolizon pavetëdijen, misterin dhe emocionet e fshehta. Ëndra në dritë mund të tregojë situata të qarta dhe pozitive, ndërsa ëndra në errësirë mund të tregojë paqartësi ose frikë. Si të interpretojmë ëndrat tona? Çdo ëndër ka kuptimin e vet, por më e rëndësishmja është si ti ndjen atë. Mbaje një ditar ëndrash dhe shkruaj detajet sa më shpejt që zgjon. Mendo për ndjenjat që ke pasur në ëndër dhe lidhjet me jetën tënde. Çdo simbol mund të ketë kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Përfundimi dhe thirrje për veprim. Faleminderit që ndoshët këtë video. Ëndrat janë një botë e pasur dhe e bukur që na ndihmon të kuptojmë më mirë veten tonë dhe emocionet që kemi. Nëse ke parë ndonjë ëndër interesante apo ke pyetje, më shkruaj në komente, do të më pëlqente ta diskutojmë. Mos harro të bësh like, të abonohesh dhe të ndash videon me miq që duan të zbulojnë më shumë rreth ëndrave. Derisa të takohemi përsëri, ëndëro ëndra të bukura.